Tregon që si në gjithë botën, sipas teorisë letrare moderne, nuk ka fjalë pista, ka mendime të pista. Nuk ka. S'mundet ti të godasësh fjalën dhe ta shohësh vetëm në një konotacion që do ti ta shohësh. Fjalën vrit dhe kjo nuk. Këta njerëz, se unë kam një habit tani, këta njerëz që i paska të rënditur vrima, cilat do qoftë vrima. Këta nuk vinë nga, pra këta vinë nga vrima. Këta vinë nga vrima, shkojnë në vrima dhe mbeten në vrim dhe rrjedhimisht vrima nuk është ndonjë gjë as për të tmerruar, as për të patur turp. Pra, fiziologjikisht është një gjë që kozmosi, po themi, për ata që zbulon Zoti, ja ka dhënë njeriu. Qoftë edhe vrima e zezë në kozmos dhe gjithçka tjetër, qoftë vrima që sjell jetën, vrima në të gjitha kuptimet e veta, nuk ka asnjë gjë atje për të tmerruar dhe të mendosh që një shoqëri, se në atë kohë u tmerrua një shoqëri e tërë, në atë kohë dhe shumë intelektual u ngritën, nuk është problemi. Pa e lexuar librin. Partia e namuzit. Pa e lexuar librin. Unë këta i quaj partia e namuzit. Këta namuzsharët e mëdhenj. Hipokrizia. Dhe kur ti flet seriozisht, ata të godasin. Kur bën gjithë barcaletat, po tulesh në një tavolinë mish, gjithë barcaletat bëjnë për këtë gjë. Po të flasësh seriozisht, je ndaluar të flasësh seriozisht, aq po tepër në një